Përshëndetje zonja dhe zotëri, mirë se po takomi edhe sonte në Infode. Fillimisht do t'ju le të njihemi titujt kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme. Para në mëngjes pati raportime se një grua ka humbur jetën në ÇKK, ndërkaq Policia e Kosovës ka nisur hetimet rreth këtij rasti. Presidenti i Shqipërisë do të vinë në Kosovë të takojë krerët e partive politike, se çka do të ndodhë më tutje ne do të ndjekim kronikat e lajmeve të përgatitur nga desku i lajmeve të DTV Medias. Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, është shpallur qytetar nderi në komunën e Gjilanit. Me këtë rast ai tha se ky titull ju takon shqiptarëve që në ditë të vështira ju qëndruan pranë familjeve nga Kosova. Është vështirë të gjej fjalë të duhura për të shprehur mirënjohje kur pranoi këtë nder. Gjilani, ky qytet i sakrificës, më bën sot qytetar të tij dhe unë e pranoj me përullësi. Ky titull ju takon të gjithë shqiptarëve që në ditë të vështira u qëndruan pranë familjeve nga Kosova. Gjilani, si çdo qytet i Kosovës, e di shumë mirë peshën e sakrificës dhe çmimin e lirisë. Kjo tokë ka lindur herojnë të shumt, ka thënë Begaj. Antar të lëvizjes vetëvendosje, të cilët janë regjistruar si deputet në Kuvendin e Kosovës, janë deklaruar të bindur se ky subjekti ka numrat për formimin e qeverisë. Hekuran Murati, i cili është regjistruar si deputet në Kuvendin e Kosovës, tha se sa më shumë numra të ketë, aq më mirë do të ishte. Për gjitha këto qysh edhe tash është çështja e subjektit, pra sekretariatin e subjektit, pa tjetër që po. 61 kërko kushtetuta, sa ma mirë, sa ma shumë, sa ma mirë. Me votat deputetve. Të deputetve të cilës parti? Kuvendit Kosovës. Por Halil Thaçi, nga lëvizja vetëvendosje, deklaroi se formimi i qeverisë do të bëhet pa partitë opozitare. Pas regjistrimit si deputet, ai u shpreh bindur se do të arrijnë të formojnë qeverinë me 63 vota. Po shpresoj që do ta bëjmë edhe pa PDK-n, edhe kryeministër do të jetë Albin Kurti e kryeparlamentar Glauko Nusa. E qysh në çfarë forme? Ashtu me vota, 63 vota. Ndërsa ministrja në drejtyrë e drejtësisë, Albulena Haxhiu, nuk është përgjigjur saj përket ftesës së partive opozitare. Para 2 ditëve kam dhënë të gjitha deklarimet në raport në këto çështje, nuk kam diçka për të shpjeguar. Kryetari në detyrë i Kuvendit të Kosovës, Glauko Nusa, ka takuar më 8 prill kryetarët e partive politike në vend lidhur me përgatitjen për seancën konstituive. Presidentja Vjosa Osmani ka caktuar 15 prillin si datë e konstituimit të Kuvendit, pasi që Kosova mbajti zgjedhje të rregullta parlamentare me 9 shkurt. Ankem Batiri nga lëvizja vetëvendosje është regjistruar si deputet në Kuvendin e Kosovës. Ai komentoi para mediave qëndrimet sa i përket formimit të qeverisë, por çka tha se numrat do të bëhen me deputetët e Republikës së Kosovës. Unë mendoj se po. Numrat janë të deputetëve të cilën 61 e më shumë dhe mendoj se 61 dhe më shumë dhe ato do të bëhen. Ai është mendimi i tyre, ne e dim se kemi numrat, do të i bëjmë me deputetët e Republikës Kosovës. Ndërsa nga legjislatura e ardhshme, Batiri tha se prat normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Mendoj se qytetarët e Republikës Kosovës e kanë dhënë verdiktin e tyre për të quar njerëzit më të mirë që ata kanë menduar që janë. Dhe ne do të çojmë proceset përpara të qytetarët të mendojnë. E mendoj zhvillimin ekonomik më të mirë për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, pa dallim me nacionalitetit apo rajonit, dhe mendoj se aja pjesa kryesore e kësaj kohe që do të vije është që të bëjmë një herë për gjithmonë ndërpremjen e mosmarrëveshjeve me Serbinë. Në zgjedhjet e 9 shkurtit, lëvizja vetëvendosje mori 48 mandate, numër ky i pamjaftueshëm për të qeverisur vetme në Kosovë. Sot është mbajtur konferenca rajonale për mbrojtjen e sinjalizuesve dhe reformën në drejtësi, e cila shërbeu si platformë për diskutim mbi rëtësinë e mbrojtjes së sinjalizuesve dhe forcimin e sundimit të ligjit nëpërmjet reformave të sistemit të drejtësisë.
Konferenca mblodhi pjesëmarrës nga vende të ndryshme të rajonit dhe më gjerë, përfshi Kosovën, Shqipërinë dhe përfaqësues nga vende të ndryshme të rajonit. Drejtori ekzekutiv në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Eham Iftaraj, theksoi se sinjalizimi si mjet i fuqishëm shërben jo vetëm për të luftuar korrupsionin, por ndikon që edhe qeverisja të bëhet më e mirë, si dhe ndikime që ka për të kthyer besimin e qytetarëve në institucionet publike. Të gjendur brenda institucioneve publike, zyrtarët publik kanë informacione të shumta për keqberjet, shkelet që ndodhin brenda institucioneve publike, sinjalizimi si mjet i fuqishëm për mbarndalimin e korrupsionit dhe ngritjen e dignitetit të institucioneve publike, na mundson të thotë që përmes këtij mekanizmi një mënyrë të luftojmë jo vetëm korrupsionin, por ta bëjmë edhe qeverisjen më të mirë, duke kthyer po ashtu edhe besimin e publikut qytetarëve në institucionet publike. Ndërsa Arjan Dyrmishi, drejtor ekzekutiv i Qendrës për Studime të Demokracisë dhe Qeverisjes në Shqipëri, përmendi 6 objektivat kryesore për rëndësinë e mbrojtjes së sinjalizuesve. Fokusuar në 6 prioritete kryesore: zhvillimin dhe advokimin për hartimin e ligjeve për mbrojtjen e sinjalizuesve ose përmirësimin e tyre, sigurimin e zbatimit të duhur të ligjeve të miratuara për sinjalizimin, rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për rolin e sinjalizimit dhe forcimin e llogaridhënies, mbështetjen dhe këshillimin e sinjalizuesve të veçantë, hartimin dhe publikimin e raportimeve sinjalizuesve në raste të hakmarrjes së tyre, si dhe ndërmarrjen e fushatave për të adresuar çështje që lidhen me sinjalizimin, antikorrupsionin dhe forcimin e integritetit të institucioneve. Që nga themelimi i tij, koalicioni ka shërbyer si një mekanizëm për të mbështetur veprimtarinë e anëtarëve të tij dhe për të forcuar ndikimin e tyre në vendet respektive. Ndërsa Gresa Caka, ish-kryetare e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, e vlerësoi të rëndësishëm rolin e sinjalizuesve në mbar botën, por që ka përfshirë diskutime globale e reforma të rëndësishme. Tutja ajo theksoi proporcionalitetin e duhur që lidhet me sigurisë dhe të drejtave që ndërlidhen me privatësi dhe luftimin e korrupsionit në institucionet publike ndërkombëtare. Veprimet e sinjalizuesve mbar botën kanë rezultuar në diskutime globale e reforma të thellësishme përfshirë ligjore ndër tjerash lidhur me llogaridhënien e strukturave ushtarake e strukturave të sigurisë, proporcionalitetin e duhur në mes sigurisë dhe të drejtave që ndërlidhen me privatësinë, luftimin e korrupsionit në institucione publike e ndërkombëtare dhe rrëzimin e figurave të fuqishme publike e politike, duke ridimenzionuar për pasojë raportin në mes të fuqisë së pushtetit dhe detyrimit të llogaridhënies. Fatkeqësisht, shumë nga këta individ, jo vetëm që vazhdojnë të trajtohen si figura kontraverse, ndonjëherë të festuar si heronj e ndonjëherë të linçuar si tradhtar, por shpesh kanë humbur vendet e punës, mirëqenien ekonomike, kanë gjetur strehim në shtete tjera, kanë kaluar vite të tëra procedurash gjyqësore dhe janë dënuar edhe me burgim. Në këtë konferencë, cila u mbajt në Prishtinë, u theksua roli kyç i sinjalizuesve në forcimin e sundimit të ligjit dhe rritjen e transparencës në rajon. Ajo shërbeu si platformë e rëndësishme për bashkëpunim, shkëmbim përvojash dhe nxitje të reformave të qëndrueshme në drejtësi. Ministria e Kulturës ka hedhur poshtë akuza te kryetari të Prishtinës Përparim Ramaj se qeveria qendrore po i bllokon dhe i ndalon projektet kapitale në kryeqytet, duke thënë se është vetë komuna e Prishtinës ajo që po vepron jashtë kornizave ligjore në projektet infrastrukturore në zonën e mbrojtur të trashëgimisë kulturore. Bislim Bislimi, sekretar permanent i MRKS-s, ka thënë se komuna e Prishtinës po i shmang ligjin në mënyrë të qëllimshme. MRKS konsideron se këto veprime, derisa janë të përsëritura, i vlerëson si të qëllimshme nga ana e komunës Prishtinës dhe me precedent të rrezikshëm për palët e tjera në Republikën e Kosovës, duke inkurajuar paligjshmëri dhe rrezik të drejtë për vlerat dhe
asetet e trashëgimisë kulturore. Ymer Hakaj, drejtori i Inspektoriatit për Trashëgimi Kulturore pranë MKRS-s, tha se ofrimi i dorëheqjes së tij, e cila nuk u pranua nga kjo ministri, ka qenë shkak i presionit të tejkalimit të kompetencës së kryetarit të komunës Përparim Rarmaj dhe drejtorëve kompetent ndaj Inspektoriatit të Trashëgimisë Kulturore. Kërkesa ime zyrtare dhe ashtu edhe për mediat për largim nga pozita e drejtorit të inspektoratit ka qenë si shkak i presionit, i tejkalimit të kompetencës të kryetarit komunës, të organeve drejtorëve kompetent, ndaj inspektorit të trashëgimisë kulturore, dhe je munduar dhe mundona prapë me qëndru në atë pikë, por shkak që këtu tash me ligjin për inspektime, me akte tjera, drejtori i inspektoratit, kryeinspektori, unë jam përgjegjës për çdo tejkalim shkelit ligjit apo çka do tjetër, sepse inspektori del sipas autorizimeve dhe miratimeve të drejtorit. Dhe këtu deri sot e keni bartë mesazhin e drejtë dhe ne asnjë prej neve, sepse këtu punojmë që shumë vite në këtë ministri, nuk barti mesazhe as politike, as nuk e kema drejt ligjore, po jem të bartë mesazhin e ligjit për asetet e trashëgimisë kulturore për zonat e mbrojtura me ligj. Dhe nuk ka diçka tjetër lidhur me këto. MRKS-ja ka akuzuar komunën e Prishtinës për shmangje të qëllimshme të ligjit.